Të njëjtën, dhëndri Donald Trumpit Jared Kushner prezantoi planin master për Gazën. Nuk kemi plan B, deklaroi ai, duke i paraprir pyetjeve se çfarë ndodh nëse projekti dështon. Në më shumë se 3 muaj që nga zbatimi janë pushimit në Gaza. Kjo është e vetmja gjë që administrata Trump ka për treguar si rezultati i punës së saj të madhe. Realiteti është se plani është thjesht qesharak. Për të kuptuar çfarë u paraqit në Davos të Zvicrës, mjafton arsye e shëndosh. Nuk nevojitet asnjë gjeni gjeopolitik për të kuptuar se projekti i shpallur nuk është vetëm i shkëputur nga realiteti, por edhe haptazi mizor. Pika kyçe është se qeveritë e SBA-s dhe Izraelit kërkojnë që Hamasi, së bashku me grupet e tjera të rezistencës palestineze, të çarmatosen. Pa çarmatim, siç e bëri qartë Kushner, nuk mund të ketë rindërtim. Me fjalë të tjera, ose dorëzim, ose gjenocidi do të fillojë përsëri, ndoshta këtë herë në një formë tjetër, shkruan gazetari Robert Inlakesh. Le të supozojmë se Hamasi çarmatoset, ose se Izraeli pranon që rezistenca palestineze t'i depozitoj armët. Duke u nisur nga ky supozim, ka disa pyetje bazë që tregojnë se sa i brisht është propozimi. Pse Izraeli vazhdon ende të shkatërrojë infrastrukturën e Gazës? Çfarë ndodh me palestinezët? Si do ta toleroj Izraeli ekzistencën e një qyteti të tillë nëse do ta toleroj fare? Për të përgjigjur pyetjes së parë, pjesërisht retorike, ushtria izraelite nuk i ka ndalur operacionet ushtarake që synojnë fshirjen totale të infrastrukturës së mbetur të rripit Gazës, që nga hyrja në fuqi në pushimit. Nëse vërtet do të kërkojë që palestinezët të qëndronin aty dhe të lejojë rindërtimi, pse të vazhdohet një proces i eliminimit të infrastrukturës civile? A është e besueshme që Izraeli ka kaluar mbi 2 vjet duke kryer gjenocid, duke zhvendosur masivisht popullsinë civile dhe duke shkatruar çdo centimetër katror të infrastrukturës Gazës, vetëm për të lejuar ndërtimin e një parajse miliardëshe high-tech, që 500.000 palestinezë të marrin punët e krijuara aty? A do të jetë ky një qytet palestinez? Secili mund të nxjerrë përfundimet e veta për sa e besueshme është kjo, kur shumica e kabinetit izraelit është në favor të spastrimit etnik dhe ndërtimit vendbanimeve për kolonët sionist. Kjo na çon te pyetja reale: çfarë ndodh me popullin palestinez gjatë këtij procesi? Izraeli as nuk ka lejuar hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve bazë që do të mundsonin njerëzve të mos jetonin në çadra gjithnjë më të degraduara. Këto çadra shkatërrohen lehtë nga ndryshimet moderuara të motit, pa folur për ngjarje si përmbytjet. A është plani të ndërtohet një super qytet dhe njerëzit të jetojnë në çadra? A synohet zhvendosja e popullsisë në Egjipt për një periudhë 10 vjeçare? Nëse njerëzit largohen, a mund të kthehen? Çfarë do të ndodhë me shtëpitë e tyre? A nuk mund të vendosin vetë për ndërtesat dhe lagjet e tyre, apo për të ardhmen e tyre? Pyetjet mund të vazhdojnë pafund. Nëse shikoni imazhet e gjeneruara nga inteligjenca artificiale për Gazën e re, ajo duket më mbresëlënse se Tel Avivi, e jo më qytetet nën kontroll izraelit më pranë Gazës, si Ashkeloni apo Ashdodi. A pritet të besojmë se palestinezët do të ndërtojnë një qytet gjigant që i ngjan Dubait ose Singaporit, ndërsa popullsia izraelite supremaciste hebreje që jeton pranë tyre mbetet në qytete që as nuk afrohen në krahasim? Shumica e shoqërisë izraelite është gjenocidale, thot Inlakesh. Ata ju urrejnë palestinezët me një pasion të tillë, sa kërkojnë t'i zhdukin nga faqja e dheut, shkruan ai. Asgjë nuk është tabu kur bëhet fjalë për akte kundër popullsisë civile të Gazës. Dhe megjithatë, pritet të besojmë se ata dhe qeveria e tyre do të lejojnë që Gaza të bëhet një territor më mbreslënës se tokat e vjedhura mbi të cilat jetojnë. Duke u kthyer për një moment në realitet, izraelitët kanë vrarë rreth 500 palestinezë që ngarën pushimi. Ata refuzojnë të tërhiqen edhe në territorin që u është caktuar sipas marrëveshjes që kanë nënshkruar. Në vend të kësaj, vazhdojnë operacionet ushtarake sikur të mos ekzistonte asnjë marrëveshje, me përjashtimin e vetëm se nuk po vrasin më mbi 100 civil në ditë. Ndërkohë, faza 2 e pushimit duhet të kishte filluar muaj më parë, por disi nuk ndodh kurrë. Tani na thuhet se do të ketë një periudhë tjetër 30 ditore në cilën Hamasi do të detyrohet të çarmatoset ose do të ketë veprime ushtarake kundër tij. Është krejt e qartë pse nuk ka propozime detajuara, pse gjithçka është kaq e paqartë dhe e çorganizuar dhe pse problemi po shtyhet vazhdimisht për më vonë.
popullit të Gazës po i paraqitet një imazh i paqartë i jetesës në një superqytet. Njëkohësisht, po thuhet se mbi ta do të imponohet një figure pazgjedhur, ish zyrtari i autoritetit palestines. Askush nuk e di se çfarë po ndodh dhe askush nuk ka përgjigje për ta. Pse? Sepse Shobaja dhe Izraeli thjesht po luajnë me popullin e Gazës, duke demonstruar sadizëm të pastër, shkruanin Lakesh. Nuk ka asnjë përpjekje reale për të përmirësuar jetën e tyre. Po të kishte, Shobaja do të kishte hartuar plane serioze. Por dhëndri sionisti presidentit amerikan as që e merr mundimin të harxoj kohë për të ndërtuar diçka koherente. Mesazhi është: nënshtrohu ose përballu me zemrimin ton, duke ringjallur pretendimin e vjetër se Gaza mund të ishte bërë Singapore, shkruan analizën e tij gazetari Robert Inlakesh.